Prej mëngjesit të kësaj të marte, në segmentin Bobostic-Dardh, është evidentuar një degradim i çarjes anësore të trupit të rrugës, e cila ka kufizuar lëvizjen e mjeteve vetëm në një korsi. Dëmtimi është konstatuar në kilometrin 9.5 të këtij aksi, i cili ka një gjatësi totale prej 13.6 kilometrash dhe përbën një nga nyjet më të rëndësishme që lidh Korçën me fshatin turistik të Dardhës. Autoriteti rrugor ka shkuar në terren për të vlerësuar situatën, ndërsa po shqyrtohen masat për stabilizimin e segmentit. Ndërkohë, në zonë është vendosur sinjalistik kufizuese për të garantuar sigurinë e drejtuesve të mjeteve. Problematikat në këtë segment nuk janë të reja. Sipas informacioneve, dëmtimet kanë nisur rreth 6-7 vite më parë, ndërsa situata është përkeqësuar ndjeshëm së fundmi. Rreth 5 vite më parë është kryer një riveshje me asfalt, investimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, por pavarësisht ndërhyrjes, çarjet dhe deformimet janë shfaqur sërish. Kjo situatë vjen në një kohë kur në disa rrugë të juglindjes janë evidentuar rrëshqitje dherash dhe çarje asfalti, duke ngritur shqetësime mbi cilësinë e punimeve dhe sigurinë e qarkullimit në këto akse të rëndësishme.